Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Sot do të marrim disa mesazhe nga ëngjëjt. Çfarë thonë ëngjëjt për ditën e sotme? Gjej një kompromis sot. Gjej një kompromis për t'ia dalë situatës ku jeni. Sepse në këtë moment është e gabuar, thot, momenti, pra situata është e gabuar për të gjetur ti zgjidhjen e dur, shpejt, duhet të kesh pak kohë, thot, dhe të komunikosh thot në mënyrë të qartë me gjërat që ti kërkon në jetën tënde, sepse në çdo moment ka gjithçka më të mirë, pra gjithçka do të ndryshojë me kalimin e kohës. Vazhdo kështu, thot, gjithmonë me pjesën e tolerancës, sepse do të ndodhin gjëra të mira në vazhdimsi, thot. Në kohën perfekte, pra kur koha të jetë e saktë, ti thot do të kesh një histori dashurie. Pra, mbas gjërave që ne thamë, do të dalë një histori dashurie, duke pasur gjithmonë pra njerëz disponibil, pra njerëz që do të ndihmojnë në këtë histori. Dhe në muajt e ardhshëm, kjo histori do të triumfojë, do të jetë shumë pranë teje, thot. Dhe do t'ja dalësh, thot, më së miri. Pra, për gjitha gjërat që tha, ti, thot, do t'ja dalësh kësaj historie e dashurie të bukur më së miri. Këto ishin disa mesazhe të ëngjëjve për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi.